Komentimi përsosur i Kuranit, Gjuzi 30, Sure El Buruj, ajetet nga 10 deri te ajeti 16. Innal ladhina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum adhabu jahannam wa lahum adhabul hariq. Innal ladhina amanu wa amilus salihat لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. Pa dyshim ata që I përndjekin besimtarët dhe besimtaret e nuk pendohen, I pret dënimi xhehenemit dhe dënimi me djegje, kurse për ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira do të ketë kopshte në për të cilët rrjedhin lumenj. Kjo është fitoria madhështore. Vërtet ndëshkimi I Zotit tënd është I ashpër, vërtet ai e zë fill krijimin dhe e përsërit atë. Ai është falës I madh, I dhemshuri, zotëruesi I fronit të lavdishëm, vepruesi I gjithçkaje që dëshiron. Komentimi. Dënimi I Allahut për kriminalët. Në ajetet e mëparshme u fol për mizorinë dhe torturat e paimagjinueshme, duke I futur në zjarr për së gjalli që ju bën popujve qëndrestar. Në ajetet që do të komentojmë do të flitet për dënimin hyjnor që do të marrin ata mizor. Gjithashtu do të flitet edhe për shpërblimin e madh që do të marrin këta besimtar. Ajeti 10 thot, padyshim ata që I përndjekin besimtarët dhe besimtaret e nuk pendohen I pret dënimi xhehenemit dhe dënimi me djegje. Fjala fetenu vjen nga rrënja e fjalës feten dhe ka kuptimin vendosja në zjarr e floririt që të bëhet e qartë e pesha e vërtet e tij. Më pas këtë rrënjë feten e kanë përdorur edhe me kuptimin e marrjes në provim si dhe me kuptimin dënim. Gjithashtu është përdorur edhe për ata që nuk janë në rrugë të drejtë si dhe për ata që bëjnë shirk, I vën shok Allahut. Në ajetin për të cilin po flasim është me kuptimin dënim dhe tortur, e ngjashme me këtë ajet janë edhe ajetet 13-14 të surës Adh-Dhariyat. Atë ditë ata do të përcëllohen në zjarr, do të thuhet shijoni dënimin tuaj, këtë kërkuat t'ju shpejtohet. Fjalia e nëse pendohen tregon se edhe për të tillë njerëz mizor dhe torturues dera e pendesës është e hapur. Kjo tregon përfundimin e mirësisë së Allahut në lidhje me mëkatarët. Gjithashtu është paralajmërim për njerëzit e Mekës se asnjëherë nuk është bërë vonë të heqin dorë nga torturat e besimtarëve dhe të kthehen drejt Zotit. Në parim Kurani nuk e mbyll derën e tij ndaj njerëzve dhe kjo gjë shenjë për të vendosur dënime të mëdha për të korrigjuar të korruptuarit dhe korruptuesit që të kthehen drejt së vërtetës, Zotit. Ajo çka bie në sy është se për këta njerëz janë cituar dy lloje dënimesh, dënimi I xhehenemit dhe dënimi me zjarr djegës. Citimi I këtyre dy dënimeve ndoshta është për shkak se në xhehenem ka lloje të ndryshme dënimesh. Një prej tyre është me zjarr përvolues. Citimi I këtij lloji dënimi është për shkak se mizorët dhe torturuesit I dogjen besimtarët me zjarr dhe ata atje duhet të dënohen me të njëjtën mënyrë. Por duhet të dihet se ky zjarr me atë zjarr nuk ka të krahasuar zjarri I xhehenemit, është me flakët e hidhërimit të Allahut. Është zjarri I përhershëm, ndërsa zjarri I kësaj bote është zjarri I paqëndrueshëm, I cili ndizet me dorën e njeriut, ndaj dhe është I dobët dhe besimtarët që digjen në të shkojnë me kokën lart dhe krenar. Ata e kanë vendin në rjeshtat e parë të martirëve që kanë rënë në rrugën e Zotit. Disa janë të mendimit se dënimi me xhehenem është për mosbesimin e tyre, ndërsa dënimi me zjarr është për veprat e tyre dhe torturën që kryen. Më tej flitet për shpërblimin e besimtarëve, kurse për ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira do të ketë kopshte në për të cilët të rrjedhin lumenj. E ç'duhet më tepër se kjo fitore, ku ka më mirë se sa të rish pranë Zotit në mesin e të gjitha mirësive që janë të përjetshme. Ata me kokën lart dhe me krenari do të zënë vend pranë krijuesit. Nuk duhet të harojmë se çelësi kryesor I kësaj fitoreje të madhe ishte e besimi dhe veprat e mira të tyre. Kjo është pasuria e kësaj rruge, të tjerat cilat do qofshin janë degë dhe gjethe. Interpretimi me amilus salihat tregon se vepra e mirë nuk është e kufizuar me diçka të posaçme, por në çdo gjë duhet të kemi program për të kryer vepra të mira, amelus salih, për gjatë gjithë jetës sa jemi gjallë. Fjala dhalike në gjuhën arabe përdoret për treguar
nga larg dhe interpretimi me këtë fjalë në këtë rast tregon rëndësi dhe pozitë që do thotë se fitoria dhe shpëtimi si dhe krenaria e tyre është aq e madhe sa që ne nuk arrim ta perceptojmë, pra është jashtë fuqive tona perceptuese. Më pas edhe një herë tjetër jo besimtarët mizor kërcënohen. Vërtet, ndëshkimi i Zotit tënd është i ashpër. Mëtej u tërheq vëmendjen duke u thënë se mos mendoni se kiameti nuk ekziston apo se kthimi dhe ringjallja juaj është problem për ne. Vërtet ai e zë fill krijimin dhe e përsërit atë. Fjala El Batshu ka kuptimin fuqi dhe pushtet me zemrim dhe për shkak se kjo gjë zakonisht është hyrje e ndëshkimeve, këtë fjalë kanë sjell me kuptimin e ndëshkimit. Përdorimi i fjalës Rabbeke, Zoti yt, është për të qetësuar mendjen e profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, dhe për të theksuar mbështetjen e Allahut ndaj tij. Është për të theksuar fakti se në ajetin e mësipërm janë mbledhur disa fakte, vetë fjala Batshun, vetveti u mbart kuptimin e ashpërsisë së zemërimit dhe ndëshkimit. Gjithashtu fjala emërore zakonisht vjen për të theksuar diçka, së treti ndëshkimi është cilësuar i ashpër me fjalën shedida. Së katërti prania e fjalës inne dhe elami të vërtetësisë dhe vërtetësia që përmban thënia e Allahut të madhëruar, vërtet ai e zë fill krijimin dhe përsërit atë që është argument i përgjithshëm për ringjalljen. Mëtej Kurani i Shenjtë na njeh me 5 cilësi të tjera të krijuesit të plotfuqishëm, ai është falës i madh, i dhemshur, i zotëruesi i fronit të lavdishëm, vepruesi gjithçkaje që dëshiron. Fjalët El Ghafur dhe El Wedud tregojnë pafundësinë e faljes dhe të dashurisë së Allahut. Ai është mëshirues dhe fal ata që pendohen. Ka dashuri pafund për punëmirët. Në të vërtetë citimi i cilësive përballë kërcënimeve në ajetet e mësipërme janë për të shprehur këtë të vërtetë se rruga e kthimit për mëkatarët është e hapur dhe Allahu në të njëjtën kohë që është ndëshkues i rept, është falës, i dashur, mëshirues dhe mëshirbërës. Nga sa u tha, bëhet e qartë se fjala Wedud në këtë rast shpreh dashurinë e Zotit në lidhje me robët e tij dhe jo dashurinë e njerëzve në lidhje me Zotin. Cilësia e tretë që është Dhul Arsh, fjala Arshun ka kuptimin e fronit të lartë, por në këtë rast tregon pushtet, fuqi. Fjalia Fa'alun lima yurid tregon të vërtetën e pushtetit absolut të Allahut. Si përfundim, pushteti dhe fuqia e Zotit tregon për çështjen e ringjalljes së të vdekurve dhe të dënimit të mizorëve. Fjala Mejid vjen nga rënja Mejed me kuptimin përhapje lavdis. Kjo cilësi është veçanërisht për Zotin dhe për të tjerët përdoret shumë pak. Këto 5 atribute kanë një koherencë të qartë sepse El Ghafur dhe El Wedud bëhen të vlefshme kur personi të ketë pushtet, si dhe mëshira e tij të jetë e gjerë dhe bekimet e tij të jenë të pafundme, në mënyrë që çfarë dëshiron ta kryejë mos të ketë pengesa për kryerjen e një pune apo diçkaje, po ashtu të mos ketë person tjetër që t'ia rrëzojë ato çka bën e vepron, mos ta kundërshtojë askush. Në vullnetin e tij nuk ekziston dobësia, frika dhe lodhja.